Ditën e sotme prokuria e posaçme ka nxjerrë urdhër arrest për Ilir Shtufin për Artur Sheun. Artur Sheu njihet si një personazh mjaft kompleks ku së fundi është përfolur edhe për posedimin e tokave në Zvërnec, ku pritet të ndërtohet resorti i dhëndrit të Donald Trumpit. Ndërsa Ilir Shtufi është një biznesmen mjaft i njohur në Shqipëri, pasi njihet për ndërtimin e kullave, ku një kulla më e përfolur është ajo e malit të Tiranës. Për të folur mbi këtë goditje të spaku dhe çfarë sjell kjo goditje në zhvillimet të protestës, por qoftë edhe në zhvillime politike, kam të ftuar në një intervistë avokatin Gylxhen Zhlima. Zoti Zhlima, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Zhlima, si e gjykoni këtë lëvizje të spakut në një kohë ku edhe në Tiranë prej gati 13 ditësh protestohet? Së pari duhet të kemi parasysh se aksioni i spakut është një aksion për të ulur vëmendjen tek protesta dhe për të çuar diku tjetër një tjetër vëmendje, pra tek spaku, tek prokuria e posaçme, e cila mendoj se po përpiqet të ndihmojë zotin Rama për arsye se spaku gjithmonë në këto raste vepron. Për shembull, dy nga biznesmenët të cilët mendojnë sikur janë pjesë e një aksioni apo sikur janë pjesë e një projekti të madh gjigant, futen në sitën e spakut dhe në fund fare ju e shikoni se si pak a shumë spaku ndërgjegjësohet për të bërë aksion. Këto janë thjesht statistika, nuk janë gjë tjetër përveç se një, të thosha, kërcënim ndaj biznesmenëve dhe sipërmarrësve të tjerë, të cilët janë duke menduar të jenë pjesë apo jo të investimeve në Shqipëri. Prandaj unë dua të them tek qytetarët që na ndjekin, duhet ta shikojmë me kujdes aksionin dhe mos të jemi pothuajse naiv tek aksionet e spakut, sepse ju e dini shumë mirë që një leje ndërtimi nuk e merr dot nga ju apo nga mua, e merr nga kryeministri, për shkak se edhe katet, mbi 11 kate jep kryeministri lejen e autorizimit, dhe në atë që ne themi për institucionin që është për hetimin e pastrimit të parave, sigurisht është në varësi të Ministrisë së Financave, po të Ministrisë të qeverisë aktuale, dhe duhet keni parasysh që kjo bëhet thjesht vetëm për të ulur sa më shumë vëmendjen tek protesta e qytetarëve të Shqipërisë që kanë dalur në shesh. Avokat, nuk bën përshtypje që dy biznesmenët e shpallur në kërkim nga spaku, pra njëri është i përfolur për afrimitet me opozitën dhe tjetri është i përfolur për favorizim nga mazhoranca? Jo, shiko, këto ndodh gjithmonë në këtë raste, vetë vendosim tabelën, kallupin të tjetrit, thjesht sa për të justifikuar që njëri është me tjetrin. Gjithmonë do të keni parasysh që pushteti ekonomik do të jetë gjithmonë i lidhur me pushtetin ekzekutiv, sepse përmes pushtetit ekzekutiv vjen ajo që ne themi marrja e lejeve, zhvillimet dhe marrëveshjet politike për sa i përket pjesës së votave. Kur pushteti ekonomik kupton që pushteti ekzekutiv është në dobësi dhe kërkohet rotacioni politik, atëherë mund të themi dhe të dyshojmë që mund të ketë një prapavi ose një lëvizje te krau i kundërt nga pushteti ekzekutiv që të kenë shpresë këta të pushtetit ekonomik. Prandaj, për mendimin tim, tabelat janë gjithmonë, por ne duhet kemi parasysh që një leje ndërtimi nuk jepet nga opozita ose nga një parti parlamentare, po jepet nga pushteti ekzekutiv që është aktualisht Partia Socialiste dhe zoti Rama. Avokat, si e keni parë protestat në Tiranë dhe besoni që do ketë një rënje të kryeministit Rama? Protestat janë deklarata e qytetarëve, janë revolta e qytetarëve. Protesta është revolucion i radhës për të shmangur ose për të goditur frikën. Unë nuk mendoj se kjo protest është protest rrëzimi, por kjo është protest protagonizmi të qytetarëve, pra të atyre të cilët kanë zhdukur fjalën frikë dhe kanë vendosur fjalën demokraci
për të dhënë tek dy partitë kryesore dhe të kryetarët e tyre mesazhin që jemi këtu me ju shikojmë, ju vëzhgojmë, e kemi kuptuar që keni bërë masakra të ndryshme në Republikën e Shqipërisë dhe erdhi momenti të shfaqemi dhe të zhdukim frikën. A do të rrëzohet qeveria e zotit Rama? Të jemi realist, çdo opozit ose çdo person që kundërshton këtë keqeverisje, keni parasysh që është kundër kësaj të keqeverisje të këtij vendi. Por e vërteta është që çdo qytetar është pro një proteste të madhe, dinjitoze, e cila ka për qëllim atë që themi vendosjen ose rivendosjen e demokracisë në vend, e vendosjes së atyre standardeve të transparencës dhe llogaridhënies dhe rrezimi i zotit Rama nuk është thjesht vetëm një rrezim formal, pa ai duhet të bëhet edhe politik. Prandaj unë mendoj që kjo protestë është protesta e paraqitjes, e prezencës dhe në fund fare do të jetë një protestë më e madhe se kjo, akoma më e madhe që do të rrëzojë klasën politike që ka guxuar të mos pyesë qytetarën. Prandaj unë mendoj se partitë politike shqiptare morën një mesazh, sidomos Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, zoti Rama dhe zoti Berisha, dhe uroj që përmes kësaj proteste të shtrëngohen rripat edhe tek ata kryetar partiesh, por edhe tek drejtësia aktuale, sepse në fund fare qytetarët dolën dhe dhanë mesazhin e dur tek të gjithë pushtetet, por edhe të gjithë funksionarët dhe ish funksionarët publik në Republikën e Shqipërisë. Avokat, a keni parë tentativa për ta kapur këtë protestë nga, po themi, krahë të ndryshme? Fillimisht ka pasur tentativa, ka pasur individ të cilët kanë dashur ta kapin protestën. Deri tani në këto momente nuk është kapur protesta, për këtë t'ju garantoj 100%, pasi kam informacione që ka tentuar shumë subjekte politike të opozitës aktuale të bëjnë një tentativë të tillë. Deri në këto momente nuk është realizuar plani i tyre, por mos harroni se planin kryesor e ka sot zoti Rama, i cili për mendimin tim do tentojë në një farë mënyre të prish protestën e qytetarëve dhe të provokojë ata dhe të bëjë atë që ne themi goditjen ndaj tyre për sa i përket përçarjes dhe kapjes së protestës. Prandaj uroj që ata të cilët janë në protestë të kenë vigjilencë maksimale dhe mos t'i binden provokimeve ose ndonjë presioni të mundshëm që vjen nga pushteti ose nga partitë të tjera politike që tentojnë të marrin rolin protagonist tek protesta. Jo uroj që në qytetarët, por edhe ata të cilët janë nismëtar në kuptimin e fjalës nismëtar ose ata që e vijojnë protestën, të kuptojnë që kjo protestë duhet të nxjerrë emër konkret dhe një platformë konkrete për të ardhur në diskutim me politikbërë shqiptarë, sepse ne duhet kemi parasysh që çdo kërkesë në fund fare, në rast se duhet të formalizohet edhe politikisht, edhe juridikisht, duhet të kalojë në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Edhe unë ju falenderoj për ftesën.